Vuani nga tensioni i lartë. Ky ushqim ul tensionin në gjak në kohë rekord, ja receta. Një nga këshillat më të vyera që mund t'i japin mjekët kundër uljes së tensionit është të zbatoni një regjim ushqimor të shëndetshëm, i cili përfshin ushqimet e duhura në dietën tuaj. Ky i fundit përbëhet nga fruta dhe perimet, rrithra të plota dhe elementë të lartë ushqyes, siç janë peshku, shpendët, legumet, arrorët, produktet e bulmetit me pak yndyrë, të cilat do t'japin rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Eating Well në këtë video do të rendisim ushqimet më të mira të cilat mund t'i shtoni në dietën tuaj për një menaxhim më të mirë kundër problemeve siç është edhe hipertensioni. Barishtet. Sipas të dhënave, konsumi i kripës rrit etjen bashkë me të dhe tensionin e gjakut. Hani më shumë barishte të tilla si spinaqi, brokoli, lakrat që kanë në nivele të larta kalium. Ky mineral do të largojë gjithashtu kripën e tepërt nga organizmi dhe do t'i japë recetë fantastike ushqyese për mbrojtjen e shëndetit. Frutat e pyllit gjithashtu janë një alternativë e çmuar ushqyese, të cilat mund të mbajnë larg komplikacionet dhe të rrisin gjithashtu edhe përfitimet që ju duhen për shëndetin e rregullt. Kosi është një produkt fantastik, i cili mund të mbajë larg problemet e hipertensionit. Kosi me pak yndyrë ose ai i përgatitur vetë në kushte shtëpie i jep kalcium organizmit. Ai do të qetësojë kështu enët tuaja të gjakut. Dhe sipas ekspertëve, ai është një produkt fantastik me vlera të larta ushqyese në menaxhimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të mbani në kontroll problemet e hipertensionit, shtoni peshqit në menun tuaj ditore. Salmoni, sardelet, skumbria janë acidet yndyrore omega 3 dhe sipas informacioneve këto acide do të përmirësojnë në dukshëm shëndetin tuaj të zemrës dhe do të ulin gjithashtu edhe problemet tuaja të hipertensionit. Ndaj përzidhni produktet e duhura ushqyese. Fararat gjithashtu janë një alternativë e çmuar ushqyese në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Farat e linit, të kungullit, lulediellit mund të përfshihen në sallata të ndryshme, në kos ose në përgatitjen e tërshërës. Ato janë shumë të pasura me element ushqyes që mbajnë nën kontroll problemet e hipertensionit dhe parandalojnë gjithashtu edhe problemet që ju kanosen në mënyrë të pakontrolluar. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese për të menaxhuar edhe problemet e hipertensionit. Nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, në dietën tuaj nuk duhet të mungojë gjithashtu edhe tërshëra. Ky drith është i pasur me fibra që mban tensionin nën kontroll. Për më tepër, tërshëra rekomandohet edhe kundër problemeve të mbipeshës dhe mund të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë efektive në lehtësimin e komplikacioneve dhe jo vetëm. Panxari. Pirja e 2 gotave me lëng panxari dhe mollë do të ulët tensionin sistolik të gjakut, duke mbajtur atë nën kontroll për pak orë. Panxari dhe gjethet e tij janë shumë të pasura me nivele të mira të kaliumit, një mineral shumë i dobishëm ushqyes në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe rritjen më të mirë të rezistencës së organizmit. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe do ta keni më të lehtë të mbani nën kontroll edhe problemet që ju kanosen si pasojë e problemeve siç është hipertensioni. Hudhra është një tjetër produkt ushqyes shumë i rëndësishëm kundër problemeve të hipertensionit. Përbërësit natyral të hudhrës do të zgjerojnë kështu enët e gjakut dhe do të ndihmojnë që të kryeni më mirë detyrat e saj. Hudhra është shumë e mirë për tensionin e lartë të gjakut që mund të ofrojë një mbrojtje të mirë lehtësuese dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve. Fistikët. Këto arror janë plot me yndyra të shëndetshme që i bëjnë mirë shëndetit tuaj të zemrës dhe parandalojnë gjithashtu komplikacionet që i kanosen asaj. Fistikët janë efikas për uljen e tensionit të gjakut. Shega. Lëngu i shegës është i pasur me minerale shumë të mira të fibrave dhe minerale të cilat do të mbajnë nën fre tensionin e gjakut.
Ky frut i bën mirë zemrës dhe sistemit tuaj tretës. Vaj ulliri gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar fare lehtë në dietat tuaja ditore, të cilat do të mbajnë larg edhe problemet e komplikacioneve të tensionit. Ky vaj është të plotë e përplot me antioksidantë të cilat do të ruajnë elasticitetin e enëve të gjakut, dhe përdorimi i rregullt i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë ushqyese kundër problemeve të hipertensionit. Legumet gjithashtu janë shumë të rëndësishme për të përfshirë në dietën tuaj. Ajo mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë të niveleve të presionit. Ato janë të pasura me fibra të cilat do të shmangin edhe problemet e sëmundjeve koronare. Çokolata e zezë gjithashtu mund të shtohet fare lehtë në dietat tuaja ditore, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që ato ofrojnë. Çokolatat e zeza përmbajnë antioksidantë të vlefshëm të cilat do të zgjerojnë enët tuaja të gjakut. Në këtë mënyrë ato do ta ulin tensionin e gjakut, duke stabilizuar gjithashtu shëndetin dhe duke parandaluar komplikacionet që ju kanosen në vazhdimsi. Përpos regjimeve të shëndetshme, njeriu gjithashtu duhet të humbas kilogramë të tepërt, të kryejë aktivitete të rregullta fizike dhe mbi të gjitha edhe të marrë medikamentet që ka përshkruar mjeku përkatës. Është e vetmja mënyrë se si ju mund të balanconi shëndetin tuaj dhe të evitoni gjithashtu problemet e hipertensionit. Mos nguroni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese dhe të evitoni jetën sedentare, pasi është një nga faktorët kryesor kontribues në shfaqjen e problemeve të hipertensionit. Ekspertët citojnë se produktet e duhura ushqyese mund t'japin rezultate fantastike në menaxhimin e këtyre komplikacioneve, por siç ka ushqime të cilat ju duhet i konsumoni, ka edhe shtesa ushqyese të tjera të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj ditore. Tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një sëmundje e rrezikshme shëndetësore që të cilën mund t'ju kushtojë shtrenjtë edhe për jetën tuaj, pasi është e vetmja mënyrë që mund të mbani larg problemet dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet që i kanosen shëndetit. Sipas ekspertëve të Healthline, këto janë produktet ushqyese të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj edhe nëse doni të menaxhoni problemet e hipertensionit. Fasulet e konservuara. Ushqimet e konservuara, në veçanti fasulet, kanë një numër të lartë të niveleve të natriumit, sepse janë të përdorura për shkak të një afati të gjatë të skadencës. Përdorimi i fasuleve të tilla mund të krijojë gjithashtu vështirësi me shëndetin tuaj dhe të krijojë probleme me hipertensionit. Ekspertët tregojnë se fasulet të konservuara janë të dëmshme për gjendjen tuaj shëndetësore, sidomos nëse keni probleme të theksuara me nivelet tuaja të hipertensionit. Supat e gatshme nuk duhet të shtohen asesi në dietën tuaj, pasi mund të krijojnë komplikacione të shëndetit dhe ta rëndojnë gjithashtu gjendjen tuaj shëndetësore. Do të zbuloni se ato përmbajnë element kimik të gatshëm, sepse do të ndihmojnë në mbajtjen e këtyre suprave për më gjatë të freskëta, por kjo do të ndikojë në çështjen tuaj shëndetësore, pasi niveli i lartë i natriumit në to mund të krijojë komplikacione të njëpasnjëshme. Produktet e domateve të ambalazhuara, qoftë në qelç ose në kanaçe, janë të dëmshme për situatat tuaja ushqyese dhe mund të krijojnë gjithashtu komplikacione të vërteta shëndetësore për rastin tuaj specifik. Nëse jeni një person që keni probleme me hipertensionit, konsumi i këtyre ushqimeve duhet të evitohen gjithashtu nga dieta juaj, pasi mund të ndikojnë në përkeçimin e shëndetit dhe gjithashtu të krijojnë komplikacione të njëpasnjëshme. Mishi dhe nënproduktet e tij të përpunuara janë të dëmshme për persona të cilët u vuajnë gjithashtu nga problemet e hipertensionit. Mishi i paketuar dhe nënproduktet e tij të përpunuara gjithashtu mund të ndikojnë në përkeçimin e shëndetit tuaj dhe do të krijojnë komplikacione të njëpasnjëshme të vlerave të trupit. Ekspertët tregojnë se duhet të konsultoheni me ekspertin për të bërë dietën e specializuar enkas për situatën tuaj përkatëse për të menaxhuar më mirë problemet e hipertensionit. Vëmendje.
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.